Nga 1 janari 2026 rritet paga maksimale dhe ajo minimale. Sipas njoftimit të bërë zyrtar tashmë dhe nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, mësohet se paga minimale do të kapi shifrën e 50.000 lekëve. Ndërkohë, nga ana tjetër sipas se një përllogaritje të Institutit të Sigurimeve Shoqërore, rezulton se paga maksimale arrin tarifën 186.416 lekë. Tatimet njoftojnë se ndryshimet vlejnë për të punësuarit, vetë punësuarit dhe punojësit e papaguar të familjes. Paga minimale u rrit me vendim të qeverisë nga 40.000 lekë në 50.000 lekë ose 10.000 lekë më shumë. Rritja e pagës minimale çon automatikisht edhe në rritjen e pagës maksimale, të cilat së bashku rriten me nga 10.000 lekë. Rritja e pagës minimale në 50.000 lekë do të prek 307.850 punonjës të regjistruar në sektorin publik dhe privat. Sipas vendimit të qeverisë, në 9 muajt e parë të rritjes së pagës minimale, kontributët shoqërore dhe shëndetësore nuk do të paguhen nga biznesi, por nga qeveria.